Krishtlindja. Kjo festë që të krishterët çdo vit e festojnë me shumë gëzim. Kjo festë që e gjithë bota në fakt dëgjon për diçka shumë të madhe dhe speciale. Është festa që tregon se Perëndia bir, Zoti Jezus Krisht erdhi dhe u bë njeri. Nuk është një ide e të krishterëve, sepse nëse ne lexojmë Ungjillit e Perëndisë në Bibël, shohim se Perëndia tregon që ka ndodhur kjo ngjarje e mrekullueshme. Nuk do doja që këtë mesazh ta filloja as me barind, as me astrologët. Duhet ta filloj me një personazh krejt tjetër, duhet ta filloj me Zakarian. Sepse nëse lexojmë Ungjillin e Lukës, e fillon me këtë personazh. Fjala e Perëndisë na tregon që Zakaria ishte një prift. Një prift i cili kishte rrallën që të diqte temjan në tempullin e Perëndisë në vendin shumë të shenjtë. Dhe kjo gjë në atë kohë ndodhte 2 herë në ditë. Zakaria ishte duke djegur temjan, thot fjala e Zotit, brenda në tempullin e Perëndisë dhe jashtë ishte mbledh gjithë populli i Izraelit që ishin në të njëjtën kohë duke u lutur. Djegja e temjanit në Bibël parashikon dhe tregon se si lutjet e njerëzve i drejtohen fronit të Perëndisë. Në fakt, nëse ne lexojmë librin e zbulesës, të libri i zbulesës tregohet që është aroma, djegja e temjanit është aroma që shenjtorët e Perëndisë nëpërmjet lutjeve drejtojnë drejt fronit të Atit, Birit dhe të Frymës Shenjtë. Është mrekulli në fakt po ta lexosh këtë pjesë, sepse ne shohim diçka shumë të mahnitshme. Nëse ne e lexojmë tek Ungjilli sipas Lukës kapitulli 1, fjala e Perëndisë tregon që Zakarias i shfaqet një engjëll i Zotit, duke qëndruar në këmbë në të djathtën e altarit të temjanit. Dhe Zakaria kur e pa, u trondit. Mendja ka qenë shumë normale. Dhe e zuri friga, por engjëlli i tha: "Mos u trem Zakaria, sepse lutja jote u plotësua dhe gruaja jote Elizabeta do të linjë një djalë, të cilit do t'ja vesh emrin Gjon." Shikojeni se çfarë ndodh. Perëndia është i mahnitshëm. Unë falenderoj Zotin që në fakt në këtë pjesë zbulon diçka të mahnitshme në tempullin e Perëndisë. Një burr me emrin Zakaria lutej Perëndisë, pavarësisht se ai ishte në moshë të thyer së bashku me gruan e tij Elizabeta. Por ne shohim se si engjëlli i Zotit i shfaqet duke i thënë: "Lutja jote u plotësua." Ndoshta jo në kohën kur ata mendonin, kur ata do donin, por në një kohë ku Zoti kishte plan. Dhe e mahnitshme është se Perëndia i shfaqet duke treguar që lutja e një çifti, e një familje, u dëgjua dhe u plotësua nga Perëndia, dhe jashtë tempullit është i gjithë populli i Izraelit që po i lutej Perëndisë për ardhjen e Mesias. Ai në të njëjtën kohë plotëson lutjen e një çiftit dhe plotëson lutjen e të gjithë popullit Perëndisë që kishin shumë kohë që po i luteshin Perëndisë për ardhjen e Mesias në tokë. Foshën që do linde ishte Gjoni. Gjon Pakzori, i cili do ishte ai që do të duke ecur dhe duke thënë: "Shtroni rrugën Zotit." Pra, është paraardhja, ajo pjesa ku tregon se si Perëndia po përgatitje ardhjen e Zotit Jezus Krisht. Ndaj, ky mesazh që është para Krishtlindjes është një mesazh që unë dua t'ju them: përgatisni rrugën. Zoti Perëndi është duke ardhur. Nëse je i krishter, është në ty. Por nëse nuk je i krishter, përgatitë rrugën që Zoti të vijë në jetën tënde për të sjellë shpëtimin. Miku im i çmuar, nuk ka një Perëndi tjetër, nuk ka një rrugë tjetër për shpëtimin përveç se ardhjes së Zotit Jezus si shpëtimtar në jetën tënde. Fjala e Zotit thot, Jezusi thot: "Unë jam rruga, e vërteta dhe jeta." Jo një ndër rrugët, jo një ndër të vërtetat, apo një ndër jetët. Po ai ka përcaktuar, ka vetëm një rrugë, një të vërtetë dhe një jetë, dhe ai është Zoti Jezus. Gëzuar Krishtlindjen. Zoti Jezus bekov dhe paqja Perëndisë shoqëroft ty dhe familjen tënde gjatë këtyre ditëve. Jam pastor Paulin Vileti, nëse nuk më njeh, pastori i qendrës krishtere shqiptare në Tiranë dhe pastori i qendrës krishtere në Librasht. Paqja Zotit qoftë me ty dhe familjen tënde. Lutju Zotit. Zoti e ka dëgjuar lutjen tënde. Ai kur nuk e injoron lutjen tënde. Do përgjigjet në kohën e tij, ashtu siç u përgjigj Zakarias dhe Elizabetës. Mirupafshim.